Por çfarë morën në këmbim Naim Tërnava, Ahmet Sadriu dhe Imer Sadriu? Imer Sadriu ka thënë se toka lumës nuk i është shitur vetëm me para të gatshme, por në këmbim të patrunshmërive të tjera. Kjo rezulton edhe sipas kontratës së depunuar në komunë, e cila është kontratë mbi kompenzim për tokën me sipërfaqe prej rreth 4 hektar. Imeri thotë se morën pronë në Brezovic, banesa e toka. Të gjitha këto ai thotë se janë në emër të tij dhe jo të sekretarit të BIK Ahmetit apo Myftiu Tërnava. E ku i keni tokat tjera? Që i keni marrë në këmbim që saj? Tokat ku i keni? Na tash të nuk kem atë, na kem ato janë, na i kemi dhënë këmbim me banesa, me pjesë kam në Brezovic, ashtu s'ka të bëj me ato fare. Mirë pone, e kom pas një tokë të mirë, po tash aja nuk është hala definitivisht është tokë e njëmje, ma ka këthy gjykata. Vlloti kishte thonë që ke marrë tokë prej këty në lumës për çto, s'ke marrë toka? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk marrë tokë, se me pas marrë tokë ka lajkon po, dhe që shë thonë, hajde të këtojnë të atje. E ke marrë në Brezovic në i villë dhe banesa? To banesa, ashtu me që ashtu. Ashtu shku e. Na mërton edhe këto, a? Ata tynën? Jo, ne me temi, në dva të s'kiti ku s'ka. Ajo është vend që s'monësh me bot një shka. Këto që kam kjo është pak e kontestushme është problem, a da kam me gjykata, po shumë e vijet.